Katër nxënëse të lënduara të shkollës së mesme ekonomike në Kumanove është bilanci i aksidentit të rëndë që ka ndodhur para ditën e sotme rreth orës 10 në afërsitë të shkollës së mesme ekonomike tek kazerma në Kumanov. Aksidenti ka ndodhur kur janë ndeshur dy vetura të tipit Polo dhe Golf, me çrast nga përplasja e madhe veturat aksidentojnë edhe një grup nxënësesh të shkollës së mesme ekonomike, të cilat po shkonin në kontrollimin sistematik mjekësor. Gjatë përplasjes së veturave, katër nxënëse janë lënduar dhe menjëherë janë dërguar në spitalin e Kumanovës, ku janë shtruar për kurim. Bëhet fjalë për nxënëset e vitit të 4 Ganimete Latifi, Ibadete Mortezi, Almedina Ajdini dhe Ajka Haliti, të cilat për momentin janë ndalur në spitale për kurim, ndërkohë që për shkak të seriozitetit të lëndimeve në kokë, nxënësja Ibadete Mortezi rreth orës 14 është transferuar në spitalin shtetëror në Shkop. Ne kem krejt vajzat, patëm me shku të mjeku, kontrol sistematik, edhe kem trotuar të hec, normal si gjithë, një grup, ta një kërë ka dosht me këthyje të oza, a i qetëri në shpejtësi jam shoj, e këtë e këthy na im shoj neve krejtve, na shtyni, amo njona shot që u lëndu ma shumë, ajo bash u përplas në aton ka hekrat, katër vajza. Ti çfarë lëndime ke marrë? Veç në midis pak. A shoqet çfarë lëndime? Shoqet shumë, njona ka vjedh 2-3 herë, keq është ajo. Njona ma pak veç te koma, e shtyp ndokët, njona gujt i ka vrasë si di, edhe qëto. Në momentin kur ndëgjuam për lajmin që ndodhi me nxënësit tonë, ne ishim në ambulantën e shkollës, ku ishin disa nxënës të tjerë të viteve të 4 në kontroll sistematik. Momenti ishte tepër i dhimbshëm, ngjarje të tilla po përsëriten në afërsitë të shkollës tonë, pasi që shoferët të pandërgjeshëm me një shpejtësi jashtë mase vozicin dhe para një javës patëm një rast të tillë të ngjashëm, sot u përsërit e njëjta gjë. Në vendin e ngjarjes, ekipet policore kanë kryer hetimet për zbardhjen e rastit dhe konstatimin e përgjegjësisë dhe dëmeve materiale.